Gjithë sipas Lukës kapitulli 6 vargjet 17 dhe 26 do të lexojmë bashkë sot. Pastaj pasi zbriti bashkë me ta ndaloi në një vend shesht me turmën e dishepujve të vet dhe me një numër të madh njerëzish nga gjithë Judea, nga Jeruzalemi, nga bregu i Tiros dhe Sidonit, cilët kishin ardhur për të dëgjuar atë dhe për të shëruar nga smundjet e tyre, dhe ata që ishin të munduar nga frymërat të ndyra shëroheshin. E gjithë turma kërkonte ta prekte, sepse prej tij dilte një fuqi që shëronte të gjithë. Dhe i drejtoi syt nga dishepujt e vet dhe u thoshte: "Lum ju të varfër, sepse juaj është mbretëria e Perëndis. Lum ju që keni uri, sepse do të ngopeni. Lum ju që tani qani, sepse do të qeshni. Lum ju kur njerëzit t'ju rrejnë dhe t'ju veçojnë dhe t'ju fyejnë dhe do ta shpallin emrin tuaj të keq për shkak të birit njeriu. Gëzohuni atë ditë dhe kërceni, sepse jashtëpërblimi juaj është i madh në qiell, sepse në të njëjtën mënyrë etrit e tyre i trajtonin profetët. Por mirë ju të pasur, sepse morët ngushëllimin tuaj, mirë ju që jeni të ngopur, sepse do të keni uri, mirë ju që tani qeshni, sepse do të mbani zi e do të qani. Mirë ju që të gjithë njerëzit do të flasin mirë për ju, sepse në këtë mënyrë vepruan etrit e tyre me profetët e rrem." Kjo është fjala e shenjtë e Zotit, e pagabueshme e mjaftueshme për ne. Le ta mirëpresim atë si të tillë. Sot do të shohim në fakt vetëm deri në kapitull 23, pjesën e parë, pra gjithë pjesa quhet bekimet dhe mjerimet ose lumnit, edhe mjerimet apo bekimet dhe mallkimet, por sot do fokusohena kryesisht për efekt kohës dhe shumë materialit që ka pasazhi tek bekimet, tek pjesa e parë. Vargjet në vazhdim nga vargu 17 deri në fund kapitullit, në fakt deri në fund kapitullit 6 të Ungjillit të Lukës, ose siç njihet ndryshe mësimi i Krishtit apo predikimi i Krishtit, që tek Mateu quhet apo njihet si predikimi në mal, dhe tek Luka njihet si predikimi në një vend shesht. Tani mund ta vini re aty ku lexuam, atë me titra të zeza, titull të zi aty sipër, titullin kryesor që thotë predikimi në mal. Tani këto titujt me të zeza nuk janë në pjesën origjinale të Biblës shkruar në greqisht, janë shtuar nga studiuesit për efekt studimor. Dhe duhet të jetë predikimi në një vend të shesht, jo predikimi në mal. Por pse disa studime mendojnë nga që duket sikur është i njëjti predikim si në predikimin në mal, është vendosur aty predikimi në mal, do ta shpjegojmë ma poshtë, ajo që quhet ndryshe predikimi në mal tek Mateu ose predikimi në shesh apo në një vend të shesh apo në një rrafsh. Tregojnë këto dy predikime, ajo që njihet predikimi i Krishtit, tregojnë apo ka në qendër tyre, dhe kjo është thelbi i rëndësisë, se jo vetëm ku predikoj, por çfarë ka si qëllim predikimi. Ky predikim ka në qendër të saj natyrën e brendshme dhe gjenuine të besimit vërtet. Çfarë është natyra e brendshme, natyra e besimit për brendshme, jo çfarë duket, por brendshme, çfarë është natyra e besimit të vërtet. Në këto mësime Jezusi flet për natyrën e besimit, por edhe për karakterin e besimtarit. Çfarë është natyra e besimit vërtet dhe çfarë është karakteri, si jetohet jeta e krishterë, si e formon karakterin e krishterë një besimtar i vërtet që ka besim të vërtet të brendshëm. Armiku i madh i besimit dhe besimtarit nuk është vetëm mosbesimi ynë, i njeriu që vjen nga natyra, mosbesimi i natyrshëm, por dhe krenaria jonë e madhe dhe vetbesimi që kemi, që na bën të mashtrojmë shpesh herë veten tonë. Në këto pjesë, veçanërisht në vargjet që do të shikojmë, edhe sot ballafaqohen vlerat e botës me ato të krishtera. Njëri thot bekuar ose të lum janë kështu edhe të mirë ose jo të lum janë ata ndryshe, vlerat e botës me vlerat e krishtera. Vlerat e botës me ato të krishtera. Jezusi lartëson në këtë pasazh, në gjithë pjesën, në gjithë predikimin, por në veçantë po flasim sot, Jezusi lartëson ato vlera që bota i nënshmon. Jezusi i lartëson ato vlera që bota i nënshmon dhe i nënshmon ato vlera që bota i vlerëson apo i lartëson në veten e saj. Ndaj pyetje do ngreca pyetje sot,
Por kjo është më shumë për treguar krejt pjesën, çfarë është qëllimi, thelbi, pra natyra, besimit dhe karakteri i besimtarit. Për gjithë predikimin që Jezusi mban këtu edhe vlerat, ballafaqimi i vlerave të botës me vlerat e krishtera. Por në pjesën që do shohim sot në veçanti, unë kam dëshirë të ngreca pyetje për ne sot. Me shpresën që të na bëjnë të mendojmë, na bëjnë të reflektojmë, na bëjnë që ndërkohë që predikojmë, të dëgjojmë prej fjalës perëndis, të reflektojmë me të vërtetë. Pyetja që kam sot, pyetja e parë që kam sot për ju është: a jeni ju mbi gjithçka nevojtar dhe të varur prej Perëndis vetëm, ose vetëm prej Perëndis? A jemi të gjitha ju nevojtar dhe të varur vetëm prej Perëndis apo nga diçka tjetër? A është Krishti gjithçka për ju? A është Krishti gjithçka në të gjithë, si thot Kolosianët? Krishti thot Pauli te Kolosianët, Krishti është gjithçka në të gjithë. A është Krishti gjithçka për ju apo një shtesë në jetë dhe për gjërat që keni, pra keni diçka, keni 70%, 80%, 60% dhe keni edhe 20%, i shtojmë edhe pak. A është gjithçka Krishti për ju apo një shtesë e gjërave që keni? Për çfarë po jeton ti? Për çfarë po jeton? Apo jeton në të tashmen për të ardhmen? Apo po jeton në të tashmen pa pasur në mendje të ardhmen? Kam dëshirë t'i mani mend të pyetje, ose t'ja bani vetes këto pyetje, pra a jemi nevojtar për Perëndin, kemi nevojë për Perëndin, është Krishti gjithçka për ne, cili është qëllimi, pse po jetojmë, apo jetojmë të tashmen në vizionin, në shikimin e të përjetshmës. Në pjesën e parë, në vargje 17 dhe 19, do të shohim popularitetin dhe fuqinë e Jezusit. Herën e fundit e pam Jezusin që u ngjit në mal. Pra masivë, po shikoni atë në ato ditë, vargu 12, ai ndodhi që shkoi në mal, u lut gjithë natën, kaloi gjithë natën duke u lutur me atin e tij, dhe kur zbardhi dita i thirri pranë vetes, pra dishepujt ishin poshtë, atje diku në fushë në vendin e shesht, i thirri pranë vetes dishepujt për të ngjitur në mal, ata shkuan tek Jezusi në mal, atje ku ai po lutej. Dhe gjithë dishepujt, nga gjithë dishepujt që mu ishin 10, nga cilët ai zgjolli 12 të cilët i quajti apostoj, kemi predikuar herën tjetër, e mani me në pjesën. Tani Luka ne tregon që pas asaj, pra zgjidhet 12, pa u lutë në mal, i thirri dishepujt të shkojnë tek ai në mëngjes herët. Dhe atë mëngjes zgjolli 12 apostoj nga moria e dishepujve të tij. Tani Luka ne tregon pas asaj zgjidhjes 12 apostujve zbriti, pra tani zbret nga mali, zbriti bashkë me dishepujt dhe ndaloi në një vend të shesht. Shikoni atje në një rrafsh. Ndoshta diku në gjysmën të malit është një tip sheshe, një tip rrafshnal, po ul poshtë dhe u ndal në një shesh apo një vend të rrafshëm, një vend të shesht poshtë me dishepujt e tij. Pra Luka edhe pse titullin atje që thashë sipër, shikoni predikimin mal, sepse predikimi është i ngjashëm me atë të Mateut kapitulli 5 dhe 7. Ky në fakt predikimi i Lukës nuk është predikimi mal, është predikimi në një vend të shesht. Tani studiosit kanë folur edhe kanë parë ngjashmëri dhe dallimet mes dy predikimeve dhe janë menduar të kuptojnë a është i njëjti predikim apo është një predikim tjetër, apo është një njëjti predikim në version shkurtuar, pra disa thonë që për shkak se Luka ka harxuar shumë kohë me historitë e lindjes së Jezusit, mani mend, në tempull Elizabeta, Zakaria etj dhe ka harxuar goxha hapësirë tani në pergamentin e tij për shkruar, e shkurton e përmbledh predikimin që është atje në 3 kapitull, në një kapitull tek Luka. Disa thonë është një predikim tjetër, disa është i njëjti predikim në një version shkurtuar. Leon Morris, një studiues që mendon që kjo është më e afërta e vërtetës në kësaj, është thotë që predikuesit zakonisht përdorin të njëjtën temë, do të thonë të njëjtën gjë, të njëjtën temë, kanë synim pra me fol pra për karakterin e krishterit në këtë rast. Çfarë është branch jeta e krishterë në vetvete, atë që thash, dhe çfarë është karakteri i krishterë, pra kanë një temë, edhe por bëjnë me këtë temë kur kanë të mënë predikime të ndryshme apo në raste të ndryshme një predikim ndryshëm me të njëjtën temë, në varësi pra të audiencës, nevojës, një herë e zgjat pak më shumë, një herë e shkurton pak më shumë, është e njëjta temë, por predikim ndryshe
Në një rast ndryshe, me njerëz ndryshe, në një vend ndryshe mund të jetë kjo. Dhe kjo na shpjegon më mirë kombinimin e ngjashmërive dhe ndryshimeve që kanë këto dy predikime, pra predikimin e Mark dhe predikimin e Luka në një vend shesht, na e bën më të thjeshtë kjo se sa përpjekjet e studiuesve për ta rregulluar dhe për ta sinkronizuar për të qenë një njëjti predikim. Pra, përveç vendit ku predikohet, ka edhe dallime, pra vini re që këto predikime nuk janë bën të njëjtin vend, njëri është në Malë, tjetri është në vend të shesht, por ka edhe dallime tjera mes tyre predikimeve. Për shembull, kjo është më shumë thjesht për ta ditur ju. Për shembull, Mateo predikimin e Malë ka shtrin në 3 kapituj, shumë zgjatë në 3 kapituj, ndërsa Luka më pak se 1 kapitull, në 1 kapitull. Te Mateu gjejmë 9 lumturi, 9 lumturi, tek Luka shohim vetëm 4 lumturi. Tek Mateu disa lumturi janë pozitive, për shembull si ata që janë të pastër në zemër, pra që është pastërtia e mirë, ata që janë të pastër në një kuptim pozitiv. Tek Luka të gjitha të 4 lumturitë aso bekimet janë negative, në korrotacion negativ. Gjithashtu mjerimet që gjejmë tek Luka s'kan paralele me ato të Mateut. Te Luka flitet vetëm në veten e dytë shumës, pra kur flet Luka thot ju, në veten e dytë shumës. Po të lexoni te Mateu flitet në veten e tretë shumës, ata, ata. Pra duket se Luka paraqet një predikim të veçantë, pavarësisht se janë gjashtë, pra mund të jetë njëjta temë, kanë mendin të njëjtën temë Jezusi. Okej, mund të jetë njëjta temë, njëjtë skenar, njëjtë qëllim që ka Jezusi. Por Luka paraqet një predikim të veçantë, të predikuar në një rast të veçantë, me një qëllim teologjik të veçantë. Luka na tregon që me turmën e madhe të dishepujve që zbriten, pra që mund të ishin 10 në këtë pikë të shërbeses tij, mund të ishin 10 dishepuj, u bashkuan edhe një numër i madh njerëzish nga gjithë Judeja, tani Judeja si më thënë nga gjithë Shqipëria, shteti. Një numër i madh njerëzish nga gjithë Judeja, si më thënë Shqipëria për t'ia thjeshtëzuar. Dhe erdhën gjithashtu nga Jeruzalemi. Jeruzalemi është kryeqyteti i Judesë, si më thënë nga Tirana. Dhe gjithashtu nga jashtë vendit, nga veri perëndimi që janë nga bregdeti i Tiros dhe Sidona, si më thënë nga Ulqini, janë si më thënë në veri të Judesë, në veri perëndim, si më thënë Ulqin dhe Tivar, dy qytete, në veri perëndim në bregdetit, erdhën dhe prej andej, pra si më thënë nga Mali i Zi. Erdhën për të dëgjuar, pra edhe këto qytete Tiros dhe Sidoni kryesisht ishin qytete pagane. Luka na tregon qëllimin pse ata kanë ardhur. Vini re, Luka na tregon qëllimin pse ata kanë ardhur. Thot për të dëgjuar prej tij. Ata kishin dëgjuar për mësimet e tij dhe donin të dëgjonin edhe më shumë për mësimeve të tij. Por jo vetëm kaq, ata kanë dëgjuar për mrekullitë e tij, për famën e tij. Po të lexojmë te kapitulli 4, kemi lexuar edhe përpara, thot Jezusi në fuqinë e frymës u kthye shkoi në Galile dhe fama e tij u përhap mbar krahinën kur ai predikonte nëpër sinagoga. 4:32 thotë ata habiteshin nga mësimet e tij, sepse fjala e tij kishte autoritet dhe masipër, thot morën famë, pra, edhe 37 thot dhe fama e tij përhapej në çdo vend në krahinës përreth. Pra kishin dëgjuar për mësimet e tij, kishin dëgjuar për mrekullitë e tij. Dhe vinë jo vetëm për mësimet e tij, por tashmë, pra Luka tregon që ai kishte përshkruar vendin duke predikuar lajmin e mirë të mbretërisë Perëndis e duke bërë mrekulli, pra duke vërtetuar që fjalët e tij ishin prej Perëndis. Kjo është qëllimi i mrekullive, kemi thënë, që mos të kthehemi tek ato çfarë kemi mësuar tashmë. Ndaj njerëzit nga gjithë vendi dhe nga krahinat përreth vinin nga ai për të mësuar prej tij, por vinin edhe për të shëruar smundjet e tyre. Vinin vargun 18. Dhe jo vetëm të smurët, pra jo vetëm smurët apo themi që ishin të çale, apo kishin një vesha, një syja, një kujton, por edhe ata që ishin të pushtuar apo të munduar nga frymra të liga apo nga demon. Dhe çfarë vinin ai çfarë thot vargu, dhe të gjithë shëroheshin ata që ishin me demon. Vargu 19 thot, e gjithë turma kërkonte ta prekte, sepse prej tij delte fuqi që e shëronte. Dhe jo vetëm disa, nuk thotë aty disa u shëruan,
Të gjithë ata që e preken, të gjithë ata që e preknin, i afroheshin dhe e preknin atë, të gjithë ata shëroheshin apo pastroheshin. Pra me thanë me një fjalë, Jezu Krishti ishte kanali, kur them kanali në kuptimin e keq, kështu po pra si më thënë nga e përcjellsi, si është për ajo i Korantit, po thënë që përcjell fuqinë, pra është kanali ose përcjellsi i fuqisë së Perëndisë në tokë. Kushdo që e prekte atë, është si më thonë me fut gishtin Korant, po fut gishtin Korant, zënë Koranti, po preke Jezusin, përjeton fuqinë e përshëruese të Perëndisë, në këtë kuptim po them, kanali apo përcjellsi i fuqisë Perëndisë. Tani ne mund të ndalemi këtu, pra gjithë kjo është konteksti kur ndodhe kjo gjë, edhe sa shumë njerëz kishte aty që kishin ardhur për të dëgjuar dhe për të shëruar përpara se të fillojë Jezusi të mësonte. Tani ne mund ndalemi shumë, mund bënim një predikim vetëm për këtë. Por njerëz që kishin ardhur nga anës për dëgjuar çfarë predikoi Jezusi për mëdrinë e tij, këto e kemi predikuar për shërimet e smundjeve të tjera. Por interesante edhe Luka e ka thënë shkurt të pjesë. Luka nuk është marrë, Luka nga mund të kenë gjithë ata njerëz, qindra njerëz, një ka qenë i çaj, Luka mund të ishte ndalë me shkëmbënia 10 kapituj këtu. Tregonte historinë e filanit që u shërua me dorën e smur, filanit me kamën e smur, filanit me syrin e smur, filanit me veshët e smur, filanit që ishte i paralizuar, filanit që të bën demonet i përmbledh. Pse? Sepse qëllimi i tij nuk është tek sa shumë. Prandaj e ka përmbledh Luka, mendoj, sepse qëllimi i tij nuk është se sa shumë u shëruan. Qëllimi i Lukës të nuk është për treguar se sa shumë u shëruan, por më shumë tek ajo se sa shumë ai mësoi dhe çfarë ai mësoi. Pra tek shumatorja e mësimit të tij, tek qëllimi ishte çfarë ai po mëson, kush është ai dhe çfarë po mëson, se sa shumë po shëron. Ndaj mas tyre vargje bajnë hyrën, pra që ishte një dishepujt e errën, nga gjithë ata njerëz errën, për të dëgjuar, për të shëruar dhe gjithë shëroheshin kush e prekte, tani ata ulën në rrafsh, ulën në shesh. Jezusi bashkë me ta, prandaj edhe Luka përdor me qëllim atë fjalën shesh, ulën rrafsh burrave, gjithë janë në rrafsh edhe ai fillon dhe i mëson dhe predikon atyre. Dhe të shohim tani bekimet apo lumturitë. Qëllimi i Lukës, pra vargun tani do shohim vargjet 20 dhe 23. Qëllimi i Lukës nuk është vetëm çfarë marrim në këtë kohë, pra pse prandaj nuk ndalet Luka shumë tek shërimi, mrekullia, çfarë mori, çfarë përfitoi njëri, çfarë përfitoi tjetri, sa apo hajrin njëri, sa apo hajrin tjetri. Pra nuk ndalet Luka, nuk ka për qëllim Luka në këtë pjesë për të kuptuar se sa marrim në këtë kohë dhe tani, sa përfitojmë tani nga Jezusi, nga ana fizike dhe nga ana materiale. Por a kemi jetë së brendshme? A kemi jetë së brendshme? Na ka dhënë Jezusi jetë së brendshme. Dhe si duket ajo jetë që ne kemi së brendshme për Jezus Krishtit? Pra, qëllimi është për të mësoj se si duket një jetë e transformuar, një jetë e rilindur. Pra ajo jetë që jep Krishti. Nëse ai na ka dhënë jetë të re, nëse ai na ka rilindur, na ka bërë një pemë të re, na krahason pra një pemë që jep fryte. Nëse Jezusi na ka bënë një pemë të re, atëherë ngrihet pyetja, duket fryti i saj në jetën tonë? Dhe si duket fryti i saj në jetën tonë? Sepse pema njihet nga frytet e saj, thot Jezusi në mësimet e tij. Se pema njihet nga fryti i saj. A ka fryte në jetën tonë? Dhe a janë ato fryte të përjetshme? Ato i qëndrojnë ato përjetësisë. Shpërblimi që Jezusi jep, gjoni këtë, shpërblimi apo përfitimi ose ofrimi ajo çfarë Jezusi jep, nuk është vetëm në këtë jetë, pra çfarë mund të fitojmë prej tij tani. Nëse jemi në Krishtin, pavarësisht, gjoni këtë, pavarësisht, ndoshta dikush vjen atë shkoj te kisha te Krishti se të shërohem. Atë marr këtë, atë gjej punë, atë gjej burr, apo Jezusi edhe këto i bën gjitha. Por ai nuk është i interesuar dhe i shqetësuar spari për këtë. Dhe qëllimi është nëse jemi në Krishtin pavarësisht a jemi të shëruar apo jemi të smur, ndoshta jemi të smur. Apo jemi të varfër. Apo po vajtojmë, apo po jemi të urryer. Kemi gjithçka sepse kemi Krishtin.
dhe duhet jetojmë për të. Vargu 23, ai thot, gëzohuni, vini re, tani gjithçka, ai po ta shikosh te vargu 23, thot, pra ne kemi arsye të gëzohemi, pra po themona që pavarësisht ai i smur apo i shëruar tani, apo përfiton as po përfiton tani. Nëse je në Krishtin, ke arsye për të gëzuar. Ke arsye për të gëzuar. Ai thot, gëzohuni. Gëzohuni. A ditë dhe kërceni. Ngritet pyetja ngrihet pse? Sepse shpërblimi juaj është i madh. Pra tregon masën. Shpërblimi është i madh. Sasia, masa. Dhe vit pastaj pyetja, po ku e marrim këtë shpërblim? Shikoni atje kur thot, në qiell. Pra pavarësisht a je i shkruar pra kur Jezusi ka ardhur, nuk është vetëm për të shëruar, vetëm për të dhënë, vetëm për të marrë prej tij tani. Por për të dhënë atë që është e pahumbshme, e përjetshme. Ai mund ta shërojë dorën, e kamën, e veshin, e syrin tani, por kjo është vetëm për tani. Por gëzohuni, thot, pra të gëzojmë pavarësisht se mund të jemi ndoshta edhe të smur, ndoshta edhe të vajtojmë, ndoshta edhe të varfër, ndoshta edhe të urryer, nëse jemi në Krishtin kemi arsye për të gëzuar, sepse shpërblimi apo gëzimi, shpërblimi jon do të jetë i madh i ynë në qiell. Shpërblimi ynë, ashtu si i profetëve dhe i shenjtorëve të tjerë, do të jetë në qiell. Por dukja e asaj e shpërblimit, pra që do marrim në qiell, dukja apo karakteri shifet sot në tokë. Shifet sot në tokë. Pra nëse karakteri, nëse besimi jot i brendshëm, nuk duket me frytet si jashtëmi në karakterin e krishterë sot, në mënyrën se si jeton sot, shpërblimi nuk do të jetë i madh në qiell. Kuptoni çfarë po them? Çfarë po thot Jezusi, po unë më e shpjeguan. Ne presim shpërblim të madh në qiell, nëse jemi në Krishtin sot, dhe së brendshmi ai na ka ndryshuar, na ka rilindur dhe karakteri jote është i ndryshuar dhe jeta jonë krishtere duket sot. Ne jetojmë sot për Krishtin. Ne jetojmë sot për gëzimin e asaj që do të kemi në të ardhmen në qiell. Predikimi fillon me vargun 20, me frazën ai i drejtoi syt apo i ngriti syt dhe i dishepujt vetë. Ishte ullur edhe i ngriti sy duke i pa në sy. Duke i pa gjithë në sy dishepujt e vetë, edhe ju foli, edhe ju tha këto bekime, këto lumturi. A ju rrafsh me ta, e ngriti sy dhe i drejtoi dishepujve të tij. I drejtua dishepujve të tij. Lum ju pra. Lum ju. Ju drejtohet dhe ju flet dishepujve. Edhe pse turma mund kishte edhe nga atë grup mund kishte edhe jo besimtar, Jezusi po i drejtohet dishepujve. Ky predikim është për dishepujt, nuk është për jo besimtarët, nuk është për ata që nuk e besojnë, për ata që nuk janë të rigjeneruar, për ata që nuk janë Krishtin. Pavarësisht aty mund të ketë edhe të tjerë që ta dëgjojnë, pra po i drejtohet besimtarëve. Ky është një predikim radikal, dhe ajo çfarë pritet, pra dhe çfarë mësohet prej tij, po dhe çfarë pritet prej ndjekësve të tij është radikale. Tani ne kemi parë në dhjetën e vjetër kur Perëndia flet përmes profetëve, ata shpallin, pra ose lajmërojnë, ose parashikojnë, si më thënë profetët, orakujt, pra ata janë orakujt ose parashikim ose edhe flasin me shprehjen kur deni profet thotë në dhjetën e vjetër, çfarë thonte? Kështu thot Zoti, dëgjoj Izrael, kështu thot Zoti. Bekuar qoftë ai që bindet e kështu. Kështu thot Zoti. Mallkuar qoftë ai që nuk bindet e kështu, që mos marrim kohë. Pra kishte orakuj pozitiv me bekimet e Perëndisë për ata, dhe kishte orakuj ose lajmërim ose shpallje negative. Edhe Jezusi në dhjetën e re e shikojmë duke folur. A e shohim duke folur lumturi ose bekime, duke thënë lum ju ose bekuar jeni ju, dishepujt e mi, kur i drejtohet dishepujve. E dëgjojmë shpesh duke thënë mirë ju, skribë dhe farisejnë. Kur i drejtohet skribë dhe farisejnë, dhe gjithë lexoni Lukën dhe Mateun gjithandaj thotë mirë ju, o skribë dhe farisejnë, në të njëjtën gjë. Dhe kur Jezusi flet këtu, dhe thotë lum ju apo bekuar jeni ju, nuk po bën gjëjtë, nuk po bën një urim sentimental.
Është ne kur themi për shembull, ai bekuar të prift marr sot. Nuk është duke thënë kështu, ai të prift, mirë dalt. Ai I varur, ai të pasurofsh. Vitin tjetër të ecë të marr puna. Nuk është duke thënë një urim. Nuk është duke thënë një urim. Uroj që ju që jeni të varfër, të bani të pasur, uroj që ju që jeni të mërzitur, të gëzoheni, uroj, nuk është duke të bënë urim. Nuk është një urim për lumturi. Fjalë të mira për lumturi. Jo ajo tregon një gjendje kur Jezusi thot bekuar qofsh ju ose lum ju, tregon gjendjen ku ata janë, pra janë në një gjendje ku ata janë të miratuar, kur janë të pëlqyer prej Zotit. Lum ju që jeni të varfër tani, sepse jeni të pëlqyer, jeni të bekuar, jeni të miratuar, ju që ndroni në syt në prezencën e Perëndis. Ka thënë uroj që të bëheni kështu. Bekuar jeni ju, tashmë. Është gjendje, jo urim në të ardhmen, është një gjendje. Dhe cilat janë këto bekime që shpall Jezusi për dishepujt e tij? Cilat janë? Tani nuk do ndalem shumë se do shkoj gjatë, do mundohem t'i përmbledh edhe javën tjetër do t'i rishikojmë sepse do ndalen atë mjerimet, mallkimet dhe ato janë shumë të forta gjithashtu. Por vjen re çfarë thot Jezusi? Lum ju të varfër. Lum ju të varfër. Jezusi nuk po shpall të lum e të bërkuar varfërinë vetvete. Nuk ka thënë që varfëria në vetvete është një gjë e mirë. Pa kur s'ke bukë me hangër, varfër është një gjë, nuk po bekon varfërinë. Po dishepujt e tij po thot bekuar jeni ju, jo varfëria në vetvete si koncept, gjendja. Por të bekuar ju dishepujt e mi nëse jeni në këtë gjendje për një arsye të mirë, për një arsye të duhur. Nëse jeni të varfër bekuar ju dishepujt e mi, ju që jeni në mua. Nëse jeni të varfër për Jezusin, për drejtësinë e tij, për të vërtetën e tij, jeni të varfër. Sepse ti ka mënyra sot për të bëj pasur, por nuk janë mënyra drejta. Dhe ndoshta nëse je në Krishtin mund të jesh I varfër, jo se mund të jesh I varfër se si je punëtor, as je I mençëm, as je kështu, por mund të jesh I varfër sepse je I drejtë, sepse s'ban korrupsion, sepse nuk e ban kështu dhe nuk e ban ashtu. Lum ju që jeni të mirë, që jeni dishepujt të mi, jeni të varfër, që përmbi gjithçka, vini re çfarë vlerësojnë ta. Këta mund ta lajnë Jezusin, Jezus ka akoma me ty me në varfëri, se unë jam kënd biznesmen, thot Pietri, edhe Andrej jam kënd të zonë pesh me lënën biznesin e marrë, mos më pas ku me vu kokën si ti s'ke as shtëpi, ku me vu kokën, që përmbi gjithçka vlerësojnë dhe kanë Jezusin. Përmbi gjithçka, më në mend kur thashun, a keni Perëndin, a keni nevojë më shumë se për gjithçka për Perëndin, dhe është Krishti gjithçka për ju. E dishepujt janë varfër, pse janë varfër? Dishepujt ishin dembela? Jo, ishin punëtor. Levi ishte targamlet dhe ishte I pasër. E la vendin e taksidarit, e la pasurin dhe u bë I varfër. Pse? Për drejtësinë e Krishtit, për shkak se Krishti e bani drejt, ja ndryshoi zemrën. Lumi ju të varfër sepse ju vareni në Zotin. Nuk mbështeteni tek ajo çfarë keni, por vareni në Zotin Perëndin tuaj, sepse s'ka asgjë ku të varen. I varfëri s'ka asgjë ku të mbështetet dhe ku të varet. Vetëm Perëndin. Edhe në ata që e kanë, e din që e kanë prej Perëndis. Janë të koshient, edhe ata pak që e kanë, sado që e kanë prej Perëndis. Ata që nuk mbështeten në çfarë kanë, por në Zotin që ka gjithçka. Këta janë të lumë. Këta janë bekuar që nuk mbështeten në çfarë kanë, por në Zotin që ka gjithçka. Këta e morën, këta e pranuan. Edhe e pranuan dhe e morën mbretërinë e Perëndis kur Jezusi predikoi. Jezusi u thot lum ju. Pse? Lum ju. Pse? Sepse juaja është mbretëria e Perëndis. Vini re aty çfarë thot, e juaja është. Në tash nuk thot lum ju të varfër tani, se juaja do të jetë.
Njëra është e rëndësishme kjo. Nuk thot lum ju që jeni të varfër tani, se ju e do të jetë dikur në të ardhmen. Lum ju të varfër sepse ju është mbretëria e Perëndis tani. Jeni të pasur mjaftueshëm sepse keni Perëndin dhe mbretërinë e Perëndis tani. Tani. Ata që s'kan Krishtin, fakt janë të varfrit e vërtet. Ata që kanë Krishtin, edhe nëse s'kan asnjë gjë, por kanë Krishtin dhe janë pjesë e mbretërisë së Perëndis, kanë gjithçka bashkë me Krishtin. Varfrit e vërtet nuk janë të pasurit pa Krishtin. Pasurit e vërtet janë ata që mund mos kenë asnjë gjë, por kanë Krishtin, janë pjesë e mbretërisë së Tij. Lum ju që keni uri. Prapë nuk është duke thënë Jezusi këtu që duke bekuar urinë. Uria është një gjë e mirë, as sa mirë të kemi uri. Është duke thënë lum ju që jeni nevojtar. Pa ne bëna pyetjen fillim, a jeni nevojtar dhe a jeni nevojtar më shumë se për gjithçka, për Perëndin. Lum ju që jeni nevojtar. Sepse nëse nuk jeni nevojtar, ne nuk e dim çfarë do të thonë nevojtar. Ne nuk e dim shekullin ton çfarë do të thonë mu lut për bukë. Atë lutjen që themi bukën tonë të përditshme, e themi përveç pa ditë gjë që themi sepse s'na mungon buka jone e përditshme. Sepse s'kena shku asnjë ditë më thonë të lutem o Zot siguro për nesër se s'kam çfarë të ha nesër. Sepse na ka marrë e mira punën. Ai që ka shumë, ai që ka dhe mjaftueshëm, ai që ka gjithçka, nuk i çon syt te Zoti. Nuk i kërkon Zotit, nuk është nevojtar, i zgjidh vet, i zgjidh punë me telefon. S'kam nevojë, kam i hall, kam i punë, kam i situatë, nuk kam nevojë të mbyll sytë të shkoj te Zoti, po të ha sytë të shkoj te telefoni, të shkoj te miku, të shkoj te korrupsioni, të shkoj te leku, të shkoj te gjaja, të shkoj te tjetra. Kur ke gjithçka, kur ke mjaftueshëm, nuk i mbyll sytë në lutje për t'i kërkuar Perëndis. A nuk tha vetë Jezusi, unë jam buka e jetës. Unë jam uji i gjallë. A i tha vetë në fakt kur i thanë, kur ishte vetë, a i vetë e kaloi urinë, kur ishte herë i uritur, dishevi shkoi në qytet, kur ishte fol me gruan samaritane, herë do të hash, ta unë kam një bukë tjetër. Ushqimi im është bëj vullnetin e atit tim që më ka dërguar. Edhe ai tha pastaj për ne, unë jam buka e jetës. Unë jam uji i gjallë. Kushdo që han nga kjo bukë nuk do të ketë kurrë më uri. E kushdo që pin prej këtij uji do të ketë më kurrëtie. Lum ju, sepse ju do të ngopeni, ju do të ngopeni, ju do të plotësoheni, ju nuk do të jetë gjallë mangut, sepse ju keni bukën e jetës, ju keni ujin e gjallë, ju keni Krishtin, Zotin e gjithçkajt. Lum ju, sepse unë që jam buka, unë që jam uji i gjallë, unë do t'ju plotësoj ju, unë jam plotësia juaj, thot Jezusi. E pastaj kërcen, nuk kërcen, po kërcejon, po ai flet. Lum ata që vajtojnë, lum ata që shajnë, sepse ata do të qeshin. Jezusi prap nuk është duke thënë për të qarin që është bekim kur je duke vajtuar, po për çfarë? Jezusi gjithashtu nuk po mëson këtu dishepujt se nuk duhet të qeshin. Duhet nalem pak këtu se unë qeshi shumë edhe shpesh më paragjikojnë për humorin tim. Nuk është duke thënë këtu që të mirë ose mëkatarë ose të këqij janë ata që qeshin, ata që kënaqen, ata që bëjnë humor, ata që janë entuziastë, ata që janë pozitiv, ata që krijojnë atmosferë. Nuk është duke thënë për këtë fare, vëllezër motra. Këtu e ka fjalën për ata që shajnë, kur thotë lum ata që shajnë, e ka fjalën lum ata që shajnë për padrejtësinë. Lum ata që vajtojnë për mëkatin, që kur e shohin gjendjen e mjerueshëm të kësaj bote të ranë pa Zotin, ju kanë zemra. Ju kanë shpirti. Sepse gjithçka po vuan nga e keqja, nga likësia, nga mosbindja ndaj Zotit ton. Krishti s'po thot për ata që janë trishtuar të zymt, disa të krishterë të zymt, e të vrasht, e negativ.
Si s'kan gëzimin e Zotit, këta të janë të çuditshëm. Në fakt, ta janë si përfaqësor. Këta si s'qeshin kur janë të qesh, por as nuk s'qajnë kur nuk qajnë. Kur kena hallë mirëme, kur ka njerëz janë katë kështu as ta vrasin trunin fare. Por as kur qeshin, as kur kënaqen nuk qeshin fare. Nuk qeshin me ata si qeshin, as nuk qajnë me ata si qajnë. Nuk është duke thënë për këto të krishterë. Ta janë si përfaqësor. Ata po shqetësohen për gjërat jo duhura. Qajnë kur duhet me qesh, rrinë mahmurshëm kur duhet me qesh, e zgërdhihen kur duhet me vajtu. Janë si përfaqësor dhe kanë aftësi për qeshu për gjërat gabuara. E të qajnë për gjërat që s'duhet të qajnë, po duhet gëzohen. Të qeshësh për humor është shumë mirë. Të vinë gëzuar kënaqur me një tjetrin, siç thon disa autorë në disa komentarë që kam lexuar, s'kam kohë, thotë shkova në kish, dola u kënaqa, nuk kalova në depresion. Se duket sikur këto kanë mentalitetin që po më shkoj në kish, është një gjë e zëmt e mërzitshme. Kish është një gjë e gëzueshme, është një gjë e bukur, është duhet gëzohemi. Duhet kënaqemi. Qeshesh me humor s'ka asgjë, por të qeshesh mos ta vesh re, mos trenkoj zemra për mëkatin, për liksin, për rënjen, për mos njohjen e Perëndis. Disa qeshin për gjanë e gabuar e nuk qeshin për gjanë e duhur. Në fakt, gjoni këtë, pas një njeriu që nuk qesh për gjanë e duhur, kur bëjmë humor e nuk qesh, diçka nuk shkon mas asaj. Diçka nuk shkon mas asaj që nuk qesh kur e në të qesh. Kur duhet me qesh, kam fjallën, jo. Dhe pas njeriu që nuk qanë për gjanë e duhur, ose por nuk vajton për gjanë e duhur, diçka prap nuk shkon shpirtërisht tek personi tjetër, tek ky person. Ne duhet shajmë për shpirtrat e humbur, që shpërshkojnë në errësirë për ditë, në errësirë për jeshme pa Krishtin. Ne duhet shajmë për abuzimin, ne duhet shajmë për kompromisin, për dhunën, për divorcin, për abortin. Për këtë duhet shqetësohemi. Për këtë duhet vajtojmë. Lumë ju që qani, sepse ju do të qeshni. Ju do të gëzoheni prej Perëndis. Sepse Krishti është gëzimi jonë. Lumë ju që ju urrejnë, ju veçojnë, ju fyën dhe ju shpallin si të këqij. Pse? Ngjet pyetja. Bëni pse mas kësaj të pa vazhdu punën nëse ke Biblën tënde, nëse ke Biblën e kisht, mos na zgarravit se është e huaja. Pse? Sepse janë disa krishterë në mesin tonë që se kanë kuptuar mirë këtë. Që janë karakter i dobët. Janë karakter shumë i dobët dhe s'ka respekt kurkush për ta, në punë, në familje, në shtëpi, aty as kolegët. Si shkon kush mbrapa, nuk e kthyer kush me sy sepse karakteri i tij është aq i dobët, aq i keq, aq mashtrues, aq i llnak, aq zemrak, aq i padrejt. Kur i thup se s'në se s'në kish, por ne nuk e vjen kush më përndisjen e përndjekur. Nuk je i përndjekur sepse karakteri jot është i dobët. Nuk je i përndjekur sepse je grindavec. Nuk je i përndjekur nëse je i papjekur, edhe flet vende pa vende ç'as duhet e kur s'duhet. Nuk je i përndjekur nëse ke dëshmi të keqe. Në fakt, nëse të ndodh kjo ti nuk je i përndjekur, ti do të marr çfarë meriton, duhet më marr më shumë. Si i përndjekur fare. Këta e meritojnë. Ta janë të lumë. Shpesh thot huge, Kent Hughes thot një gjë shumë, thot tregon një shembull aty, po s'kam kohë për ta thënë shembullin e gjatë. Shpesh thot ne përsekutohemi jo pse jemi shumë të krishterë, por prej mungesës krishtrimit në jetën tonë. Nuk përndjekna se ne jena shumë shpirtëror krishterë, s'na dohet se jena shumë krishterë, jo, përndjekni se s'jeni krishterë shumë. Sepse bani kompromis, se jeni manipulator, se s'keni integritet, se flisni keqas. Jo se jeni krishterë shumë, se me keni krishterë shumë, mund përndiqesh, po përndiqesh e tregon arsyen poshtë, për shkak të birit Perëndis, jo për shkak karakterit të cilëve tua. Ti përndiqesh sepse je krishterë, sepse o përndiqesh ose ndiqesh, ose përndiqesh sepse njeh birin e Perëndis,
ose ndiqesh sepse ndjek Perëndin, do të ndjekë ndikush. Ne ka dy mundësi. Ose ndiqemi, ose përndiqemi. S'ka rrugë mesme. Që ose as nuk ndiqesh, as nuk përndiqesh. Kush nuk përndjek ty sepse i përket Krishtit, as kush nuk ndjek ty se i përket Krishtit, ke i problem me veten tënde, ndoshta si i Krishtit. Kur kush përndjek për shkak se i Krishtit, jo për çfarë bën ti punë tua, ato s'janë përndjekje. Kush nuk përndjek ty për shkak se i Krishtit, as kush nuk po të ndjek ty për shkak se i Krishtit, ndoshta shpesh jemi të pasjellshëm, pa ndjeshëm, pa mend. Por vini re çfarë thot. Lumiut bekuar janë ju nëse këto për shkak të birit njerëzit. Nëse është ndodhur kjo për shkak të birit njerëzit, atëherë gëzohuni. Nëse ndodh kjo për shkak të birit njerëzit, gëzohuni atë ditë që ndodh kjo. Gëzohuni kur për të përndjekën ty tallin për shishajn për shkak të birit njerëzit. Sepse ja shpërblimi juaj është i madh në qiell, sepse të njëjtën mënyrë etri trajtuan edhe profetet. Trajtuan dhe profetet. Pali e këshillon Timoteun në fakt. Thot te 2 Timoteu 3:12 thot gjithë ata që jetojnë me përndishmëri do të përndiqen. Thot do përndiqet kush bën pyetje? Do përndiqen gjithë ata? Kush janë ata që jetojnë me përndishmëri? Jo me ata që s'bajnë s'lan gjë pa bën. Përndiqen ata që jetojnë me përndishmëri. Tek veprat të Thesalonika, si te veprat shohim që thot Barnaba e Pali thot që me shumë mundime, me përndjekje do të hyjnë në mbretërinë e Perëndis. Bonhoeffer thot vuajtja pra është një simbol, vuajtja përndjekja është një simbol i dishepullit vërtet. Jo i atij që i dishepullit vërtet, dishepulli nuk është mbi mësuesin, thot Jezusi. Nëse më kanë përndjekur mua, do të përndjekin edhe ju. Prandaj Luteri e konsideron vuajtjen midis shenjave, pra vuajtja është një nga shenjat e të krishterit apo të kishtës vërtet. A shenjë që ose nuk po përndishin, nuk po vuan, ndoshta është një nga shenjat e të krishterit për vërtet, vuajtja dhe përndjekja. Dishepullimi do thot besnikëri ndaj Krishtit që vuan. Krishti ka vuajtur për ne. E pse ne mos vuajmë për Krishtin? Krishti u përndos për ne. E pse ne mos përndishemi për Krishtin? Dhe për këtë arsye as pak, nuk është as pak e habitshme që të krishterët thirren, të jenë thirrën, në fakt ne jemi thirrur për të vuajtur e për të përndjekur. Në fakt është një gëzim. Është një gëzim kur përndjekim, dhe është një shenjë hiri, është një shenjë miratimit, është një shenjë pëlqyeshmërie, është një shenjë që ka Krisht në ty, nëse po përndjekesh për Krishtin. Ka Krisht në ty. Ka Krisht në ty nëse po përndjekesh për Krishtin. Charles Spurgeon përjetoi këtë, në fakt ai ishte princi i predikuesve, ai ishte shumë i urrënt të pragmatizmit, ishte kundër, në fakt doli edhe kundër kongregacionit vet kishave që ishin si baptistë që filluan në pragmatizëm e tjerë duke predikuar, edhe ishte i dëshpëruar nga kritikat që merrte prej kolegëve të tij mas shumti, se kur flet bodajt më kollaj po prej kolegëve të tij mas shumti. Edhe gruaja e tij bani një shtrim grua mirë biblike, bani një gjë të mirë, mori një flet e i shkryti me të madhe lumturit. E Lukës edhe tha atje, edhe të vargun atje, gëzohuni se shpërblimi i yt është i madh në qiell, nëse ke ndodhur për Krishtin, dhe janë gjitin mur. Në tavan, jo në mur, që kur tulet me ushtri, me ngrit kryt përpjet, me i pas lumturit për përballë. Nëse po përndishesh për Krishtin, për vërtetën e tij, për atë çfarë thon, lumti kur të ndodhen e gjë. Sepse i madh është shpërblimi yt në qiell. Sepse ai që jeton me përndishmëri do të përndiqet. Dhe këto lumni janë të bukura, do të na flasin vëllezër motra. A nuk i kaloi Zoti Jezus gjitha këto? A nuk ishte ai varfër, s'kishte ku mbështeste kokën? A nuk vajtoi ai për Llazarin e për mëkatin e tjerë? A nuk u përndos ai për të vërtetën? Lumë ata që janë Krishtin. Lumë ata që bekohen, edhe këto fjalë bekuar ti zgjajnë vend në zemrën tënde sot, kur i thot mjeshtri jot, mësuesi jot, edhe Zoti jot. Amen.